i afërm ose qytetarë që jemi bashkë në plazh me ta, po kalon një sulm ose një po përjeton diçka të ngjashme, cila është reagimi jonë i parë dhe sa është koha e artë e rikthimit të tij në jetë? Realisht, kjo është shumë e rëndësishme të vendet të ndryshme, për këtë arsye sulmi është shumë fat në fatkeqësi se ku ndodh. Nëse një sulm ndodh në institucionet shtetërore, sigurisht që është shumë afër gjithçkafit. Por nëse ndodh në një vend që është prapë më afër qendras spitalore, sigurisht që prapë është me fat. Por nëse ndodh në një ambient shumë të largët, siç është në Bjeshk ose në Deti, dhe Deti jetë në larg pe qendrave, sidomos të PCI që thojmë ne të intervenimit, atër sigurisht që është me fat keq. Shumë është të rëndësishme të intervenohet sa më parë, dhe në qoftë se ka ndodhur sulmi me çrregullime të ritmit, siç është arresti kardiak, fibrilacioni ventrikular, sidomos reanimimi është jetë shpëtues, në qoftë se bëhet një reanimim i mirë, mund të shpëtohet ai person, në qoftë se nuk bëhet reanimim, fatkeqësisht është fatale për të, po edhe në qoftë se nuk ka ndodhur do të thotë çrregullimet ma linje të ritmit, po vetëm një sulm, është shumë e rëndësishme se sa më parë të shkoj dhe në qendrën më të afërt të trajtimit të infarktit akut miokardit. Konsiderohet se kohë e artë është 90 minuta. Pra prej momentit që ndodh sulmi deri te dera e sallës mos me kalu më shumë se 90 minuta, sepse kjo konsiderohet në formë e artë që mos më dëmtu zemra fare.